Pse s'rruhesh? Ja. E parkimin të sasë. Succesa. Je qik larg apo jam be? Okej, faleminderit. Ndoshta juve nuk jeni ndjeni, po deri dje komisariati numër 6, ndoshta ka qenë komisariati vetëm Tiranë që ishte jashtë çdo kushti, qoftë për shërbimin ndaj qytetarëve, qoftë për punën e përditshme të punonjësve të policisë. Nga sot fillojmë punën për komisariatin e ri të kombinatit, gjithë njësisë numër 6 në fakt, por gjithashtu përfshirë edhe zonat përreth në Tiranën e Madhe tashmë, nga Ndroqi deri në Vorë, përfshirë dhe postën e Vorës. Është një investim i qeverisë shqiptare prej rreth $2 milion, duke ndërtuar një godinë moderne me të gjitha standardet europiane për policinë e kësaj zone, që i shërben më shumë se sa 150.000 banorëve në fakt. Dhe bëhet fjalë për një godinë ku do ketë dhoma shoqërimi me të gjitha kushtet për të respektuar drejtat e njeriut, qoftë për fëmijët, qoftë për gratë, veçmas, një hapësirë shërbimi për qytetarët mjaft moderne dhe po kështu hapësirat për punën e përditshme të punonjësve të policisë, duke filluar me parkimin nën toksor deri tek zyrat e punës për të gjitha ata burra dhe gra, djem dhe vajza në policinë e shtetit që deri dje kanë qenë të braktisur dhe punonin me vështirësi të shtuar për shkak të mungesës kushteve, ndërsa sot janë në qendër të vëmendjes tonë dhe në qendër të angazhimit tonë për të pasur arsimin e dur, për të pasur trajnimin e dur, për më shumë kulturë dhe më shumë etik dhe korrektesë në raport me qytetarët, por për të pasur nga ana tjetër edhe shërbimet e dura, infrastrukturën e dur që ta bëjnë punën sa më mirë dhe t'i shërbejnë sa më mirë qytetarëve. Policia deri dje ishte e braktisur, sot është në qendër të vëmendjes tonë me më shumë infrastrukturë, me më shumë mundësi, me burime njerëzore më të mira, me më shumë trajnime, me më shumë shkollë, me më shumë kapacitet për t'i shërbyer qytetarëve. Kjo është përplasja e djeshmes me sot, por sot kjo është edhe përplasja ndërmjet Shqipërisë llafeve dhe Shqipërisë punës. Shqipëria llafeve vazhdon punën e vet dhe me shumë gjas gjen nga një gjë për të na akuzuar ditë për ditë. Shqipëria punës është kjo dhe ajo që po bëjmë ditë për ditë për të mbështetur policinë dhe për të shërbyer më mirë qytetarëve. Faleminderit.
është ditë e shënuar për banorët e kombinatit, për banorët e Vaçarit, të Pezës, të Ndroqit, po ashtu edhe të Vorës, të Kasharit, sepse do marrin shërbim shumë më të mirë nga policia e komisariatit numër 6. Zotërin, nëse pranoni pyetje, a do keni ditë të shënuar për zbardhjen e ngjarjeve dhe a keni një plan sigurie për garantuar sigurinë në rrugë? Nisëm këto nga grabitjet e fundit, janë 2 grabitje, dhe një pas njëshme ndoshta 3 të pas zbardhur. E pak më parë thatë që do t'i zbardhin, po kush ngjarje janë zbardhur? Mua më rezulton që për ju ditë shënuar janë vetëm atëherë kur ndodhin ngjarjet. Ditë shënuara për ju nuk janë atëherë kur zbardhen. Bëni zhurmën shumë të madhe atëherë kur ndodhin ngjarjet, por nuk kam dëgjuar të falenderoni policinë atëherë kur i zbardhin ngjarjet. Mua më rezulton. Ne mund bëjmë dakord që të flas unë apo edhe ti të pyesësh. Mua më rezulton që policia e shtetit ka zbardhur disa ngjarje, përfshirë edhe grabitje bankash dhe vjedhje bankash. Dhe më rezulton gjithashtu që po bëhet një punë e shkëlqyer, hetimet po ecin përpara, bëni durim, ju falenderoj që prisni prej nesh që ngjarjet i zgjidhin brenda orës apo brenda ditëve. Ky standard është shenjë besimi për ne. Në asnjë vend botës nuk pritet që ngjarjet të zbardhen brenda orës apo brenda ditëve. Gjithsesi ne besimin tuaj e marrim si inkurajimin më të mirë për të bërë sa më shumë punë dhe për të çruar përpara hetimet. Bëni durim, rezultatet do vinë. Ju faleminderit. Puna e policisë kur në vend ngjarje kishte një gëzhoj. Ju faleminderit. Okay.